Ish banore e shtëpisë më të famshme në Kosovë, Gjeneta Fetau, ka reaguar përmes një postimi në Instagram pas spekulimeve rreth qëllimit të vërtetë të hyrjes së saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Në mesazhin e saj, Gjeneta sqaron se pranimi i sfidës së mos reagimit nuk ishte të bënte me ndonjë ndjenjë mallëngjimi apo dëshirë për ribashkim me dikë specifik. Ajo thekson se qëllimi i saj ishte të tregonte se njerëzit që nuk kanë guxim të përballen drejt për drejt, shpeshherë krijojnë versione të ndryshme pas shpine. Nuk u futa se më ka marrë malli për atë njeri, e aq më pak për ribashkim, shprehet ajo duke përgënjeshtruar aludimet mbi motivet e saj. Gjeneta gjithashtu nënvizon se ka vijuar përpara në jetën e saj private dhe është shkëputur nga gjithçka që ka ndodhur në shtëpitë më të famshme në Shqipëri, por edhe në Kosovë. Gjithçka bashkë është e kaluar, në jetën time private kam vazhduar, e shkëputur nga bigu me të gjitha ndodhitë e tij, shton ajo. Në fund ish banore le të kuptohet se e vërteta do të zbuluohet së shpejti, duke lënë ndjekësit e saj të presin më shumë për zhvillime. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.